Të dashur shqiptar, sot është dita më e jashtëzakonshme në jetën tuaj, sepse sot do të mësoni origjinën e fisit Ilir Skordiski, i cili është menduar që është fis kelt, është shpjeguar në Wikipedia me origjinë nga fjala hardhuc e shqipes ose hardhele, është pranuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, mendohet që është fis kelt. Ky fis Skordiski ka qenë kundërshtari më i madh i Romës dhe këta më në fund u shkatruan nga fiset dake. Por fisi Skordiski ka themeluar Beogradin. E ka quajtur Singidunum, nga fjala dunum në keltisht që do thot kështjell. Dhe tani mendohet që kishte fis kelt. Mirë po. Në veprën e Apjanit, Skordiski del me personazhin mitologjik Skordiskon në rasën kallëzore. Vetëm duke u nisur nga rasa kallëzore mund të rindërtoj të gjitha rasat, dhe në emërore kjo është Skordiskos. Njëjës. Në emërore shumës është Skordiskoj. Nga e dim këtë gjë, emri Skordiskoj është gjetur në veprën e Stefanusit të Bizantit. Pra tek Apjani është Skordiskon, njëjës, Skordiskoj tek vepra e Stefanusit. Dhe duke njohur gjuhën helene, e krahasoi fjalën Skordiskoj me fjalën obeliskoj. Fjala obeliskoj është fjalë helene. Në fakt janë 122 fjalë në gjuhën helene që krijohen në këtë mënyrë. Dhe fjala obeliskoj do thot obeliskjet në shqip. Dhe në numrin njëjës kjo është obeliskos. Të dashur shqiptar, fjala obeliskos është fjalë përkëdhelëse, është fjalë e dashur në gjuhën helene. Kjo tregon që Skordiskos është fjalë e dashur në gjuhën helene. Ilirët flisnin helenisht, të gjithë. Po ky është fisi më i largët, është fisi që ka themeluar Beogradin. Ndryshe quhet Albanopolis, qyteti i albanëve, dhe emri në gjuhën slave përkthehet në Beli e bardhë, grad i thon qytetit të rrethuar me mure. Pra Albanopolis bëhet Beligrad, më në fund shkurtohet kjo fjalë në Beograd. Pra serbët mbajnë emrin Albanopolis. Albanopolis është gjetur pikërisht si një qytet i Dardanëve në Shqipëri. Është origjina e shqiptarëve albanoj, që janë gjithashtu një fis helen. Albanoj, Dardanoj, Skodrinoj, kështu janë në numri shumës fiset ilire helene. Fjalë për fjalë do të thot mal i bardh, kodër e bardh. Dhe tani, përse nuk e kanë gjetur të tjerë dhe gjeta unë këtë emër? Për faktin se fjala emri i fisit Skordiskoj nuk është sqaruar nga asnjë autor helen, nuk e dinin që ata flisnin një gjuhë helene. Dhe kjo vjen nga Skordiskos, e gjetur tek Apjani. Por dhe Apjani nuk e dinte që këta flisnin helenisht. Fjala Skordiskos është fjalë e dashur në gjuhën helene, është fjalë përkëdhelëse. Dhe vjen nga emri i mjalit Skordus, i cili është regjistruar në latinisht, jo në greqisht. Nuk ka mal Skordus në gjuhën greke. Është mali i Shkodrës. Kjo është çmenduri. Të gjithë mendonin që këto ishin fise kelte. Jo. Obeliskos është krijuar një lloj si Skordiskos. Të gjithë këta emra në gjuhën helene formohen me prapashtesën përkëdhelëske iskos. Janë krijuar 122 emra, fisesh, vendesh në helenisht me këtë fjalë përkëdhelëse, iskos. Është për te imagjinatës njerëzore. Si u bë ky zbulim? Ky zbulim u bë kështu. Unë kam lexuar Apjanin në origjinal, në greqisht. Unë gjithashtu kam lexuar fjalorin e Stefanusit të Bizantit në greqisht. Unë kam lexuar fjalorin e Hezikësit të Aleksandris në greqisht, në origjinal. Dhe shkaku bë pikërisht
Fakti, kur unë botova fjalorin e gjuhëve indo-europiane, të afërmit e mi më thanë, si guxon ti dhe boton fjalorin e gjuhëve indo-europiane, që është një përkthim, kur ti nuk e lexuar Homerin në origjinal. Dhe unë u trondita pa mas. Në qoftë se mua nuk më besoni njerëzit e mi më të afërt, më të dashur, si mund të më besojnë mua 10 milion shqiptar kudo në botë? Dhe prandaj fillova të lexoj të gjithë literaturën e lashtë helene, por dhe latine në origjinal. Dhe vazhdoj dhe sot e kësaj dite. Do duhen vite, do duhen ndoshta shekuj për të lexuar çdo vepër në origjinal dhe më duhet dhe ndihma juaj, nuk ja dal dot vet kësaj kryqëzate. Më duhet ndihma e kryqëtarëve shqiptar. Ju lutem më ndihmoni. Sepse ky zbulim është i jashtëzakonshëm. Ky zbulim ngjan shumë me emrin Palaroi. Palaroi është një fjalë që ka hyrë nga latinishtja palus, shkop, i cili përdoret si shpatë prej druri nga fisi i lirë Palaroi, që stërviteshin përpara betejës me shpata prej druri, dhe grekët nuk e kuptojnë këtë gjë. Domethënë ilirët flisin helenisht. Kjo fjalë është krijuar sipas ligjeve fonetike të gjuhës helene, por fjala është nga latinishtja palus, shkop. Edhe Skordiski është krijuar nga fjala skordus, që do thot mali i prerë. Në gjuhën ilire kjo ishte skardon, mali i sharit. Pra skordus është mali i Shkodrës. Shkodranët e quajnë veten Skodrinei, nga dialekti atikës. Dhe koinoni që krijojnë ata quhet Skodrinon, në numrin shumës, të shkodrave, sepse fjala koinon është në numrin shumës gjinore. Dhe emri pasardhës i qytetit do dali në gjinore shumës, gjithashtu. Ky është ligj fonetik i gjuhës helene. Këto monedha janë në helenisht, jo sepse gjuha helene ishte gjuhë ndërkombëtare. Nuk e kishte iden Apiani që shkodranët ishin helen. Nuk e kishte iden Apiani që fisi Skordiski ose Skodriskoi ishte helen, dhe kjo është fjalë përkëdhelëse, fjalë e dashur, ka kuptimin njerëz të mirë, njerëz të dashur pranë malit Skordus. Po Skordus është në latinisht, jo në greqisht. Prandaj nuk është gjetur. E kam gjetur unë. E kam gjetur duke ndjekur logjikën e Joklit, i cili thotë që ilirët janë paraardhësit e shqiptarëve. E jashtëzakonshme. Fjala skardon dhe skordus do të thotë mali i prerë, që përkon me fjalën hudhra në shqip. Jo vetëm kaq, por fjala hudhra tregon një zhvillim fonetik që ka ndodhur vetëm në gjuhën helene. D-ja në fund të temës së fjalës në helenisht bëhet dh. Kjo është bërë vetëm në shqip dhe në helenisht. Pra kjo tregon që gjyshrit tan kanë qenë helen. Kjo vërtetat me një fjalë tjetër të bukur, në gjuhën e atikës kjo quhet pordhi, në gjuhën shqipe quhet pordha. Edhe këtu, një lloj si me emrin e Skordiskis, ka ndodhur zhvillimi fonetik i d-s në dh. Vetëm në shqip dhe në gjuhën helene. Edhe në ilirisht. Pra, është e tmerrshme, por gjyshrit tan vërtet kanë qenë ilirët. Pranë malit Skardon dhe Skordus, që të dy malet kishin të njëjtën origjinë, mali prerë. Edhe hudhra është me thelbinj të prerë në mes. Shumë ide e bukur. Fjala hudhra gjithashtu gjendet në helenisht, si në shqip. Pra dhe mali Skardon gjendet në helenisht, si në shqip. Edhe Skordiskoi gjendet në helenisht, si në ilirisht. Edhe ligjet fonetike të ndryshimit të d-s në dh kanë ndodhur në fjalët e trashëguara të shqipes dhe të helenishtes. Pra jemi vëllezër me grekët. Ky zbulim shumë tronditës, nuk e besoja një gjë të tillë kur. Ky është zbulimi më spektakolar, është krijuar pra ky emër nga një fjalë e regjistruar në latinisht, por që është emër i lirë, por jo në greqisht. Por ilirët përdornin pjesën përkëdhelëse të helenishtes për të krijuar një fjalë të dashur për fisin Skordiskoi.
Ju falenderoj për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju lutem na përkrahni për këtë veprimtari të pashembullt në historinë e popullit shqiptar.